Policia e Mirditës ka arrestuar një 65 vjeçar të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme në zonën e Gëziqit. Operacioni i koduar Piromani është finalizuar pas 3 ditësh veprime gjurmuese, ndërsa në momentin e ndërhyrjes policia ka konstatuar se Pashkmarku sapo kishte ndezur 3 vatra zjarri. Flakët u përhapën në një sipërfaqe pyjore, por ndërhyrja e shërbimeve zjarrfikse në bashkëpunim me efektivët e policisë bën të mundur vënien në kontroll të situatës dhe shmangjen e përhapjes së mëtejshme të zjarrit. Sipas policisë, hetimet e kryera deri në këtë fazë kanë ngritur dyshime se 65 vjeçari mund të jetë i përfshirë edhe në raste të tjera zjarrvënieje të regjistruara më herët në territorin e bashkisë Mirdit. Pashkmarku është arrestuar për vepra penale, shkatrimi pronës me zjarr dhe shkatrim me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor. Hetimet po vijojnë në drejtimin e prokurisë me qëllim dokumentimin e plotë të rasteve të tjera ku 65 vjeçari dyshohet se mund të ketë pasur rol. Autoritetet po verifikojnë lidhjen e tij të mundshme me vatra të tjera të raportuara në zonë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprime të mëtejshme.